këta ka 22 herë që vinë këto edhe nuk votojnë fare. Çështja është pse po vinë ku nuk votojnë fare. Sepse është hera 22 që deputetët e opozitës i ikin obligimeve kushtetuese edhe në vetvete kjo paraqesh shkelje të akt vendimit ose zakonit kushtetues të Republikës së Kosovës. Gjithashtu jemi hyrë në javën e 5, kur poshtu nga opozita ka shku kërkesa në gjykatën kushtetuese për një kërkesë për aktgjykim të gjykatës kushtetuese në lidhje me votimin e fshehtë. Edhe jemi hyrë tash në javën e 5 dhe po presim këtë aktvendim. Ajo çfarë është e rëndësishme e them me përgjegjësi plot që qëllimi i bllokadës është qëllim në vetvete. Mjerisht deputetët e opozitës vinë këtu me qëllimin e vetëm, që të bllokojnë konstruimin e kuvendit me qëllim që të bllokohet formimi i qeverisë kurtit 3.